A duhet të ketë një kod tërësisht i ri zgjedhor apo vetëm të bëhen ndryshime cilësore parciale të kodit aktual zgjedhor? Mendoj se zgjedhja më e mirë është kod të ri zgjedhor. Kur pritet të nisë me punë grupi punues pranë Ministrisë së Drejtësisë dhe kur mund të jetë gati teksti final? Mendoj se deri tani veç duheshte të kishim nisur me punë, fatkeqësisht nuk kemi nisur me punë, nuk kemi asnjë lajmërim nga Ministria e Drejtësisë. Cilat do të jenë propozimet kryesore të BDI-s për modelin e ri zgjedhor? Mund të shqyrtohet edhe me një njësi zgjedhore, me prag prej 5% dhe me lista të hapura me qëllim që të ketë një stabilitet institucional. Cili model siguron përfaqësim më të mirë të votës shqiptare? Përfaqësim më cilësor siguron me lista të hapura me një njësi zgjedhore. ASH-ja e Selës braktisi AKI-n. BDI është në opozitë, ndërsa këtë vit thuhet se nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme. Si mendon BDI të rikthehet në pushtet? Me shqiptarët, me vota, me fitore dhe me legitimitet të plot nga populli shqiptar. Cilën parti politike nga koalicioni vlen e pret opozita shqiptare për t'u bashkangjitur? Nuk u bashkuan ende ata. Po është në proces, thanë ditë më herët. Është në proces gati 2 vite. Kauza e tyre për 2 vite ka qenë bashkimi, shkrirja në një parti të vetme dhe unë pres të realizojnë kauzën e tyre. Si komentoni këto ndryshimet ose transferet e fundit që ndodhin në blokun opozitar? Pra e kam fjalën këtu që Ramadani u largua nga ASH-ja e Taravarit, ndërkohë Gziberi nga BDI-ja te kaloi te Partia e Izet Mexhitit. Ndodhin këto gjëra. Mund të them janë bërë edhe normale, edhe pse mendoj se nuk ju shërbejnë as atyre si individ, as partive politike. Në çfarë niveli është bashkëpunimi i partive politike të opozitës në frontin evropian? Po e mbajnë fjalën ata që dolën nga fronti evropian që të veprojnë si parti opozitare, këtë e shohim çdo ditë. Përgjigjet më të rrosishme sonte në 1+1 i jep nën kryetare e BDI-s dhe njëherët antare e grupit punues pranë Ministrisë së Drejtësisë, Arta Bilali Zendeli. Na ndiqni në TVM2 dhe TVM2 Sat.